Live from Tirana në Top Albania Radio. Live from Tirana për ditën e sotme, unë jam Ronaldo Sharka, 11:09 orë eksakte në këtë moment, jemi drejt për drejti në valët e Top Radio dhe gjithashtu në kanalin numër 10 në digital. Ndërkohë, do të flasëm tashmë për një temë shumë të rëndësishme, kam përshtypjen ku njihen të rinj sot dhe çfarë do të ndodhte me reflekset e njohjes tek të rinj shqiptar dhe jo vetëm, në fakt është një fenomen global nëse do të zhdukeshin platformat sociale. E nuk do të flasim vetëm në parim, por do ta konkretizojmë situatën duke biseduar në studio pikërisht me një të re që përket kësaj gjenerate, njëkohësisht është modele dhe shpesh herë paneliste në emisione të ndryshme televizive. Sara Gjoka, mirë se vjen në program. Si jeti? Super mirë, sot tjerë është dhe dita shumë e bukur me diell, fiks për emisionin ton. Dhe më e bukur e bën ti akoma duke rezatuar këtu në studio. Dëgjoj, thash do e bëj këtë temën, është shumë interesante, kam lexuar edhe artikuj të mediave ndërkombëtare që flasin për këtë situatë. Në fakt, ora ku njihen këto të rinj, thash më duhet një person për ta konkretizuar, duke qenë se ti je vajzë e bukur, je vajzë gjithashtu. Po, je vajzë gjithashtu që del në ekran, ku njiheni ju sot? Sara. Çfarë po ndodh me njohjet sot? Është shumë i vërtet miti i rrjeteve sociale, sepse janë bërë unë do thoja që është një metodë e dashurisë, që dashuria nis me një follow dhe mbaron me një unfollow. Sepse tani është bërë çdo gjë në media sociale, çdo gjë në rrjete. Mirë po, edhe jeta. Pra njerëzit sot lidhen dhe ndahen po në Instagram. Po në Instagram. Çfarë do të thotë kjo, ma elaboro pak më shumë? Ideja e qëndron që tani është bërë një gamë me gjëra në rrjetet sociale ku pothuajse të gjitha vajzat janë bërë influencers, siç kemi folur për tema të tjera, se kjo është një temë komplet tjetër që janë apo s'janë, por që ashtu influencer është profesioni i ri. Po, është profesioni më i ri në Instagram. Mamit kam gjetur një nuse, çfarë punë bën nusja influencer? Si të dëshifroj mamit ne që influencer çfarë është, në fakt po nëse po janë tema komplet tjera, por që është kjo ideja. Pra ideja ime qëndron që tashmë të gjitha vajzat janë bërë influencer në Instagram, gjë që tërheq të gjithë meshkujt që janë në Instagram. Si ishte kjo e fundit? Të gjitha vajzat kanë krijuar një profil për influencere në Instagram dhe tashmë të gjithë meshkujt tërhiqen nga këto influencer. Pse përdoret kjo? Se shoh shumë vajza që shkruajnë modele, influencer, TV presenter, në fakt nuk janë TV presenter. Kjo në fakt edhe për mua tërheq më shumë meshkujt kur je famshme, më shpjego pak këtë. Po, kjo ka qenë gjithmonë dhe pyetja ime pse? Sepse për mendimin tim është ajo profili që influencer ka të bëj komplet me një gjë tjetër, të jesh modele me një gjë tjetër, të jesh TV presenter me një gjë tjetër. Pra, influence nuk mund të bëhesh thjesht nga hiçi. Nuk mund të kesh një influencë nga hiçi. Dhe kjo gjë kanë krijuar një lloj raporti dhe një lloj ideje, sikur të jesh influencer, të kesh influencë të njerëzit, do jesh më e kërkuar. Hajde flasim sot në program pa filtra dhe unë mendoj që bashkë ne të dy mund ta bëjmë. Pse ka një perceptim që vajzat e ekranit, ose më saktë vajzat që dalin në ekran dhe janë të njohura, ose vajzat që i përkasin në lëmit mediatik roz, janë më të kërkuara nga meshkujt? Thënë kjo shpeshherë bën më të vështirë për të arritur, ka një perceptim në gjinin maskullore që duhet të bësh dhurata, që të biesh në sy, duhet të kesh një status të lartë ekonomik, dhe thënë kjo, a përdoret televizionin nga vajzat të reja që nuk e duan në thelb televizionin dhe nuk e kanë haberin, por shumë e vërtet, sepse shumica e vajzave, unë do flas në përgjithësi, sepse nuk është se kam raporte personale apo diçka konkrete me vajzat, por që ka që shpesh në shumë emisione, prandaj nuk më pëlqen, sepse në shumë emisione i shfrytëzojnë për këtë arsye. Pra, shumë emisione që nuk kanë të bëjnë fare me këtë pjesë, kanë të bëjnë komplet me një raport tjetër, mund të jenë emisione modelingu, dashurie dhe ato qëllimi i tyre kryesor nuk është ai i emisionit, por është ky i të qenurit e famshme dhe të krijuar një profil për të cilin krijojnë këto raportet e tjera. Po pse? Pra vajzat këtë gjë kërkojnë sot, sepse nuk e di pse është krijuar kjo. Jo, e kuptoj, po domethënë nga përditshmëria, nga shok që ti mund të kesh, nga shoqet, ti ke arritur të shpjegosh pse meshkujt të rriqen kaq shumë nga vajzat e famshme, se ne kemi vajza yje dhe super të mira që nuk janë të famshme, madje mund të jenë edhe më seksi. Po, of course, është shumë e vërtet, mund të kesh vajza shumë të bukura se vajzat që dalin në ekran, thjesht krijohet ajo profili, ideja që ajo
është më e paarritshme se një vajzë më e thjeshtë. Sepse ajo ka një stad tjetër, është më e famshme, ka më shumë kërkesa sepse e pëlqen shumë veta. Nëse atë vajzën e thjeshtë mund ta njohin 5 djem dhe e pëlqen 2, por në final pastaj për të martuar dhe për të krijuar familje. Për të martuar dhe për të krijuar familje nuk e zgjedhin kurrë atë të famshme. Vërtet? Sepse mentaliteti i meshkujve, kjo është gjëja që s'pëlqen. Mentaliteti i meshkujve shqiptar dhe unë e dalloj nga përditshmëria ime sepse kam raport me shumë njerëz, kam shumë shoqëri, shumë miq, djem, dhe e kanë këtë euforinë dhe qefin e momentit, fiksimin, pasionin. Por në final pastaj? Por në final të gjithë kërkojnë një vajzë për shtëpi që nuk del, që nuk e njeh askush. Madje edhe që nuk është shumë seksi. Që nuk është shumë seksi. Sepse është më e thjeshtë. Si arrin meshkujt tek vajzat e njohura? Nëpërmjet gjërave që ti përmendë pak më herët, nëpërmjet dhuratave, nëpërmjet njohjeve me miq. Ka shumë mënyra. Ja çojnë në post, mund t'ja çojnë nëpërmjet njerëzve të përbashkët, lloj-lloj mënyrash. Kush do e gjen mënyrën. Po, këto vajza refuzojnë besoj dhuratat, Tani varet nga tipi vajzës. Ka vajza që për atë gjë jetojnë dhe mezi presin dhuratat, ka dhe vajza që nuk e hynë. Ke pasur raste që nëpërmjet palëve të treta kanë dashur të kontaktojnë me ty? Po, ka ndodhur. Si ndodh, më shpjego pak. Ndodh në çdo njeri që unë mund të njoh. Mund të kem edhe raport me ty, dhe mund të jetë një mik i joti, po e marrim shembull me qenë se jemi të dy bashk, dhe mund të jetë një mik i joti që të përdor ty si një urë ndërmjetëse. Po pse nuk e kanë? Pra, e di pse ta bëj këtë pyetje, domethënë dikur çunat edhe në filmat shqiptar kemi parë këtë apo në parodi të ndryshme para viteve 90 ose qoftë edhe para viteve 2000, ndaloni vajzat në rrugë. Edhe pak pas viteve 2000, ndaloni vajzat në rrugë dhe kishin guxim, i jepnin numrin celular, i kërkojnë numrin celular, i thoshin sa e bukur je. Sot pse duhet përdorin palë të treta? Sepse ka ndryshuar çështja e të menduarit dhe mentalitetit, sepse tani kur dikush të ngacmon në rrugë një djalë, nuk ja hedh dot syt, sepse të duket një mënyrë vulgare, mënyra se si ata ngacmojnë. Domethënë paktën ky është perceptimi im, sepse mua kur më vjen dikush në rrugë dhe më ngacmon në një mënyrë vulgare duke më thënë një koment, një gjë, mua nuk më tërheq fare. Mirë, se këto tipat pastaj nga xhama makinës sa e mirë jetë, hëngsha të bëfsha patjetër që janë vulgar. Po edhe drejt për drejt akses me ty, nuk mund ta kenë kollaj. Po pra, në një restorant ti je duke dërkuar me cilin do qoftë, me miqtë tu, me familjen. Po ai të ka shumë qef dhe vjen ta thotë, nuk është për të vlerësuar këtë, thotë ai Sar. Kjo është shumë, kur është një rast i tillë, por problemi qëndron që askush nuk e bën më këtë, të gjithë do zgjidhen palët e treta. Pse? Sepse ata kanë frikë nga përgjigjja që do marrin. Dhe më mirë mos ta marrin. Është frika nga përgjigjja që do marrin, dhe ata zgjedhin një rrugë më të thjeshtë dhe më safe, që sido që të jetë përgjigjja, është më easy për ata. Perfekt. Mirë, do të përjashtojmë përpos rrjeteve sociale që dim që janë në vendin numër 1 ku të rinjen sot, ku njën të tjerët në Tiranë. Këtu vërdall Arenës, në blok, në Rrugica e Salës, në parti, në plazh, në urban, madje kam njohur që në urban bëhet kërdia. Domethënë mund të jetë një ambient i pafrekuentuar nga ne të dy, që bie, po e diti Sara sa të rinj një në urban? Ço bën ka? Po, nami. Mos kemi ngelur gjë mbrapa kohë pra. Mos ndoshta duhet i hipim urbanit. Do të hipim urbanit. Po, për zotin. Po në makinë s'do na ngacmoj. Smerë, shkojmë në reklama, rikthehemi shumë shpejt për të bërë një bisedë që përket gjeneratës Z, ku njën të rritë sot dhe rikthehemi shumë shpejt në live from Tirana. Kemi të drejt për drejt, vazhdojmë të jemi në studio me një cop yllej, Sara Gjoka, zonja dhe zotrinj, dhe përpara se të largoheshim në reklama, e lam tek ajo. Bëjmë kështu top 5 vendet ku njën të rrinë sot, po pa përkujdes, por mëndur janë biznesesh në mënyrë mos bërë marketing thjesht me zona. Për shembull në Tiranë, ku njën, ku dalin, kush janë këto vendet për gjuetin, thonë za mes meshkujve dhe femra që ju goca thonë njëra tjetrës shkojmë se aty mund të ketë çuna të bukur, apo çuna thonë që shkojmë se aty ka goca të bukura. Pra, mi përshkruaj pak me zona. Aty doja të dilja në fakt, sepse kohëve të fundit nga shoqëria ime apo edhe nga njerëz kudo kam dëgjuar që zgjedhin vendin ku do frekuentojnë për shkak të kësaj gjëje. Po mirë, se këtu s'ka asgjë të keqe sepse natyra njerëzore normalisht, por që duke qenë që Tirana është një vend kaq i vogël dhe këto janë vendet kryesore, janë këto pikat kryesore që përmendëm. Për shumë me radhë. Në komunë. Te komuna Parisit.
Madje është një nga zonat ku mund të flirtosh, sepse kisha një bisedë para disa ditësh me një shoqen time, ku po komentonim një vajzë e cila kishte filluar ta frekuentonte shpesh, dhe që na bënte përshtypje sepse nuk e lidhte asgjë me atë zonë ku ne frekuentojmë. Dhe na doli në muhabet që kishin komunikuar që ajo vinte për këtë arsye sepse kishte parë shumë djem, kishte dinamita i vendi në komunë. Ishte lokal specifik. Ishte lokal specifik? Lokal specifik. Interesante, i kishe rezultuar i suksesshëm në aspektin e flirtimit? Po. Komuna Parisit një tjetër. Komuna zona këtu te Arena. Këtu rreth Përqark Arena Center. Që janë disa vende spots tipike. Specifike për të flirtuar. 3. Do thoja në blok. Bloku vazhdon ende tjetër në trend blok apo është overrated? Jo, bloku ekziston ende, por është overrated. 4. 4. Rrukica Sales, mund ta quaj? Jo. Se? Ka dal nga moda? Se? Te rruga Sales është vetëm Sali Berisha mund të gjuash. Sali Berisha mund ta takoj. Jo, vërtet, është zonë që frekuentohet ende, por që nuk është më siç ka qenë dikur. Nuk është në zbritje. Tjetër? Këto mund të jenë edhe, në fakt, edhe të Tegu. Pra në qendra tregtare, njerëzit gjithashtu i shfrytëzojnë për të flirtuar. Interesante. Xhiro të makina natën në Tiranë, mund t'i konsiderojmë terren flirtimi? Po, ajo është totalisht një terren flirtimi, është gjëja që më bezdis më shumë mua, më irriton shumë, është ndoshta thjesht pjesë e karakterit tim apo unë si Sara, por që është gjëja që më bezdis shumë më shumë, por është një gjë që ndodh ende dhe sot dhe madje është efektive për shumë të rinj. Sepse ti mund të shohësh në Tiranë trafik të martë në darkë. Vetëm për këtë aspekt. Vetëm për këtë arsye, ama në zonat specifike ku dihet që këtu tek sheshi, për shembull tek sheshi, në blok, në zonat më të frekuentuara, bëhet nami në darkë me çuna që ndalojnë, hapin xhamin, shohin goca. Të ka ndodhur të ndjeki dikush me makinë, të insistoj për të kërkuar një numër, një kontakt? Më ka ndodhur shumë shpesh me makinë, në këmbë. Edhe në këmbë? Më tregon një histori kështu me makinë, për shembull, deri ku shkon guximi i meshkujve? Më ka ndodhur me makinë, kam qenë këtu mbrapa duke darkuar në një restorant, në fakt. Dhe që kur jam çuar nga restoranti, gjatë rrugës kam dërguar 2 shoqe në shtëpi. E se cila shtëpia makina ka qenë brapa me, dhe unë kam kuptuar, dhe unë kam kuptuar shumë vonë pasi e pash që ajo vazhdonte të kishte të lidhur rrugë si ne, makina mbrapa. Derisa arrita deri në distancën e fundit që ishte edhe në shtëpia ime, në lagjen time. Pa mësoj edhe shtëpinë më thon. Po, nuk e futa në llogicën e shtëpisë, of course, se ishte momentin që unë pash që po ndiqte, ishte zona. Derisa qelloi një rrugë ku s'kishte më ku të shkonte dhe thjesht të lutem, e kam vënë re që shpar që më ndjek, po please mos më ndiq më. Doli nga makina, erdhi më foli, please një kontakt, këto ngacmimet e djemve, thjesht ishte një gjë shumë annoying dhe bezdisë, që mundova ta kaloja me të qeshur dhe ta largoja me atë mirësinë time, por që nuk e çai thua s'ka çai bën. Qartë, interesant. Dgjoj, hajde shpërndojmë pak fantazinë tani se ku mund të hapin syt njerëzit, sepse i dëgjoj shpesh që kanë probleme për gjetur një partner që të dyja gjinit respektiv, është një problem thashë global. Po mendoj se ky problemi s'ka të bëjë fare me terrenin dhe ku do njihen njerëzit, se sa është me mentalitetin e njerëzve dhe se çfarë kërkojnë vërtet, sepse nuk e kërkojnë vërtet një partner, ose nuk do ta gjesh kur ta kërkosh, sepse do vi dashuria vjen kur ti nuk e pret, apo është një gjë shumë e rastësishme. Nëse ti e kërkon me ngulm, do shkosh ta gjesh, nuk gjen atë që ti kërkon. Pastaj është dhe kjo që thjesht i hedhin një syt lehtë, shkojnë në këto vende tipike që ne përmendëm, që janë këto shtresa e njerëzve tipik që i njohim që i hy, dhe normalisht ti do ta gjesh partnerin apo partneren aty. Dgjoj, mund të gjesh një të dashur në spital? Mund ta gjesh kudo. Mund ta gjesh një të dashur në një ceremoni martore? Mund ta gjesh. Shikoni jam mendimit që mund ta gjesh kudo. Mund ta gjesh një të dashur në bank? Po. Teksa pret radhën? Pse më të direkt po, të ka ndodhur?
I ka ndodhur një shoqës time. Si ndodhi? Ishin rastësisht të dy në të njëjtën bankë dhe ishin në radhë. Ndodhi një ngacmim i vogël që mund të kaloj para se jam në nxitim, ai që i hapi radhën, e lat kalonte, shkëmbim kontakti dhe pastaj ata thjesht vazhduan të frekuentoheshin dhe patën një marrëdhënie shumë të shëndetshme nga ajo radha në bankë. Nga radha në bankë, në aeroport? Po. Ndodh aty. Ndodh. Domethënë në aeroport ku kalojnë të gjithë apo nga zona VIP? Kalojnë të gjithë, po besoj se këta nga zona VIP do aty kërkojnë më shumë. Është e gjitha çështja e vendit, të thash. Është krijuar kjo mentaliteti i vendit ku është dhe çfarë po kërkon. A përdoren ndeshjet e futbollit të rëndësishme nga vajzat për të bërë një njohje random? Po, patjetër që po, madje jo një njohje random, po për të rënë në sy në një njohje edhe më tepër se random, edhe në njerëz të njohur, edhe në fushën e futbollit. E bën shumë vajza. Përdoret edhe ndeshjet e futbollit. Madje kjo ka qenë pyetja ime kryesore kur unë isha në panelin e procesit, sepse nuk e bëjnë dot lidhje, të gjithë mendonin se arsyeja ime, qëllimi im ishte i tillë që unë isha një vajzë sporti. Okej. Ja, interesante. Pra, ti po më thua që ka vende, nuk është problemi i vendeve se ku mund të njesh, por në fakt ku qëndron thelbi sot, Sara, që marrëdhëniet tek gjenerata Z nuk po funksionojnë? Nuk funksionojnë sepse... Ti ke një partner në krahun e jetën tënde? Ja. Ja. Okej. Ti marrim gjërat në vit logjike. Një vajzë e re, një vajzë e bukur, dhe kjo është fakt. Një vajzë që studion. Pse nuk ke ti një partneri të ndërë? Pra, gjithso meshkuj që ty tentojnë të të bie në sy, flirtojnë me ty, asnjëri nuk të bën përshtypje? Ideja është që ajo pastaj mendoj që është çështje më personale, do thoja në aspekte, por që për ta konkretizuar ditët e sotme, problemi shndron që njerëzit nuk e dinë çfarë ata kërkojnë. Dhe duke qenë se ti nuk e di çfarë kërkon, normalisht nuk do kesh një marrëdhënie të shëndetshme që do zgjasti. Dhe do kesh shumë njerëz single. Ndau, pajto. Sepse ti nuk e di çfarë kërkon dhe kur nuk e di çfarë kërkon nuk mund ta mbash një marrëdhënie. Shumica për shembull, vajzat tani po mjaftohen me bare minimum. Gjë që është shumë jo logjike dhe un jam as pak dakord me këtë gjë. Kjo për ta siguruar pak publikun. Bare minimum është mjaftohen me pak nga djemt. Do me thënë, edhe djemt i kanë ardhur në atë stadin që sikur po ndrojnë rolet. Do me thënë, është një çështje, është një temë që është shumë e përfolur dhe mendoj se duhet të flitet shumë më shumë, sepse djemt kanë frikë nga ndjenjat dhe për t'i kyçur ato ndjenja dhe për t'i ruajtur ndjenjat e tyre, kanë krijuar këtë profilin e një mburoj, një mur, të cilin atë e bëjnë më të hedhur, ata të duken më të fortë, ata luajnë lojra, vajzat trullosen, i pëlqen, është sepse është një të fut në një botë, është një botë. A nuhat ti kur një mashkull që afrohet drejt teje është narcist? Po. Si e kupton dhe çfarë bën kur e kupton që është narcist? Sepse un kam një gjë që un kuptojm shumë me njerëzit, edhe prandaj mundojm të jem shumë transparente dhe kurdo që njoh dikë jam direkt kartat e hapura dhe jam personi që i them unë i gjoj gjërat e hapura. Çfarë kërkon ti, çfarë kërkoj unë, janë komplet totalisht të hapura, sepse kështu do funksionoj më mirë dhe do shkoj shumë më mirë. Por këtë do thoja, problemi qëndron që kur vajzat mjaftohen me kaq, djemt krijon këtë mburojën, ata kanë frikë nga ndjenjat e tyre shumë. E di pse, sepse më ndodh shumë, un kam shumë miq dhe di shumë histori edhe aq më tepër djemsh, të cilët mund të kenë humbur shumë e shumë gjëra për të ruajtur ndjenjat e tyre, për të mos ulur egon para një femre. Pastaj femrat që i pëlqen ky narcizmi, i pëlqejnë ato flutrat në stomak. Mirë, po flutrat në stomak janë gjëra që s'duhet të pëlqejnë, sepse për mendimin tim një njeri nuk duhet të jap flutra në stomak, por duhet të jap paqe. Flutrat në stomak janë të bukura, janë ai momenti i toksicitetit, i adrenalinës, po that's it.
Pse tërhiqen, pas kemi ikur shumë, shkojmë në reklama dhe pastaj kemi pyetje të tjera dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Sërish në transmetim të drejt për drejt, vetëm regjia duke qenë se kam harruar diçka të bëj sot në program, më lëni një 4 minutësh në fund përpara se ta mbyllim programin. Pra, të bëjmë një tjetër shkëputje dhe një 4 minutësh në fund për të bërë të gjitha tyrat e shtëpisë. Sara Gjoka, vazhdojmë me disa pyetje tashmë paksa pikante. Okej. Patjetër, specialiteti jot. Ja, se janë shumë të thjeshta. Por cila është ajo vajzë që sipas optikës tënde nuk duhet të dalë më kurrë në ekran? Që ta shi X i madh. Dhe pse? Hajde Sara. Janë shumë. Po 1, 2, 3, s'ka problem. Po nuk do doja të jepja atë rëndësi në fakt, prandaj nuk do përmendja, por që a thuaj një emër. Mendoj se është emri cilin kemi pasur polemika më përpara këtu në emisionin tënd. Se mbaj mend. Në të diell. Se mbaj mend. Gjeneta Fetau, s'do të dali më kurrë në media. Pse? Për mendimin tim personal dhe besoj të shumë prej publikut, nuk e shikoj çfarë sjell në ekran ajo. Për te skandaleve dhe sherreve dhe banaliteteve. Nuk është e dobishme për hapësirën televizive thua sepse sjell vetëm skandale. Dhe jo vetëm ajo, po çdo njeri i tillë që del në ekran, mua nuk më duket i përshtatshëm për ekranin, ashtu siç edhe përveç kësaj do thoja që mos të merret shumë personale apo ku diun, sepse është çështje e opinionit tim. Ka dhe vajza të tjera, si për shembull dhe disa nga vajzat shizon top këtë vit, sepse unë emrat nuk i mbaj mend pa ofendim, nga që nuk i kam ndjekur shumë, po në Reelsat dhe në TikTokët që kam parë janë komplet një gjë që s'ka lidhje fare me ekranin. Qartë, më mirë do preferoje që i dashuri të trasonte me një femër super të bukur, ose le ta bëjmë shumë. E kapim nga këto. Më mirë i dashuri jot, po e zëm se keni të dashur, të trasoj me shoqen tënde të ngushtë apo me një çun tjetër? Çfarë është më e rëndë? E di pse më vjen për qeshur, se të dje po bëja këtë bisedën me një shoqe. Dhe në çfarë përfundimi doli? Për faktin se sa e rëndë është të trastoj i dashur me një mashkull se sa me një femër. Po sikur ti femra tjetër shoqja jote ngushtë? Po pra, kjo është gjëja që e bën më fani, sepse e ke bërë më të vështirë se ajo që mendova unë dje. Ka do zgjidhje ti? Të tyja janë një gjë shumë. Po mendoj prapë të mashkulli, se I don't care shoqja ngushtë, thjesht është një zgjedhje ime, ajo s'do jetë më kurrë pjesë e jetës time. Por kjo pjesa është traumatike që ti pjesa e djalit është I don't know. Do sepse është shumë e thellë si muhabet, të lë të dyshosh si ka qenë ai në raport me lidhjen tuaj, çfarë bëri të ndryshoj krahun, atë ka dashur vërtet, si e dukur ti në sytë e tij, nëse ai pëlqen. Gjinin tjetër është. A do mund të ma japësh, nuk është asnjë lloj problemi, dëgjoj. A do futesh ti në Big Brother? Nëse se kemi një surprizë të vogël për ty, po vetëm për pak sekonda. Nëse të vjen ftesa për Big Brother, do e provoje si eksperiencë dhe si do ishte Sara brenda atyre 4 mureve? Kam menduar shpesh, edhe kur më është bërë më përpara, po e kam anulluar për shkak të moshës. Po tani që je e rritur dhe e vaksinuar? Tani mendoj se do ta kisha bërë. Nuk jam ende në atë fazën ku e kam vendosur tamam nëse dua ta bëj apo jo. Do isha e vajza e qetë apo e vajza e ekstremeve? Unë do isha Sara e vërtet, dhe Sara e vërtet është reale, është fan, është energjike, është nevrike. I kam të gjitha brenda, kështu që do përpiqesha të isha sa më shumë vetvetja. Më mirë do zgjidhe të kaloj jetën me një djalë që merret me punë të pista apo ka nivel shumë të lartë financiar, apo një djalë që jeton në fshat dhe ka një lop, ka presh, ka bamje, ka fasule, ka pjeshka, ka rruzh dhe merret me bujësi e blektori. Këtë do zgjidhe ti? Shiko. Të vërtetën, ama mos më gënje. Të vërtetën. Do jem shumë e sinqert me këtë përgjigje, sepse i kam shumë bezdi këto të qenurit e fshet dhe të bërit sikur të bësh moral. Po, të bëj moral të fshet. Djali në fshat dhe me lop dhe me bujqësi, nuk ka asgjë të keqe, thjesht nuk është preferenca ime. Sepse unë jam një vajzë që jam rritur në qytet.
Dhe nuk kam pasur lidhje kur me lopët apo me bujësin, gjë që s'ka asgjë të keqe. Pa se kërkon të punosh, e thjesht thotë, "E marto me mua, do të mbaj si princeshë." Unë do shkoj te lopa. I know, thjesht është ajo ideja e jetesës, mirë po, do të them dhe këtë para se t'ia përgjigjen. Edhe djali me lek të pisët nuk më pëlqen. Pse? Sepse është jo stabilitet, nuk ka qëndrueshmëri, ka Dhe mbi të gjitha nuk ka siguri në jetë. Dhe i përket një bote problematike. Dhe i përket një bote shumë problematike që sjell shumë e shumë polemika të tjera që janë çështje më të mëdha. Po ka do zgjidhje? Po gjithsesi nuk do jetoja në fshat, do jetoja në një vend tjetër. Po nëse asnjëri nga këto dy, ç'do zgjidhja? Si? Nëse asnjëri nga këto dy, ç'do zgjidhja? Nëse asnjëri nga këta dy do zgjidhja një mashkullin ideal që unë mendoj në mendjen time, i cili është një mashkull i formuar me biznes, me para të pastër. Ka të ty? Me ekonomi të pastër, po ka. Ka. Mirë, interesante shumë. Do jetoj dot me vjerrën kur të martohesh? Po, do jetoja. Unë jetoj me çdo njeri. Unë jam shumë njerëz të larë edhe nuk kam kur konflikte me njerëzit, as të jetoj në një shtëpi, as të kaloj 30 ditë në një shtëpi brenda. Më ka ndodhur shumë shpesh të rri me shoqëri, të rri me njerëz të afërt. Më ka ndodhur të kaloj një pjesë të jetës të jem me fisin në shtëpi. Më ka ndodhur shumë raste dhe unë jetoj me këtë, jam shumë komode. Na thuaj emrin e një personazhi të famshëm i cili ka lënë nam duke të shkruar në Instagram dhe ti e ke refuzuar. Po e prisja këtë pyetjen. 3, 2. Okej, do ta lëm kështu vetëm me hints. Po mos bëj si këto të tjera. Po pse kush e bukur tani ta din gjithë bota. Është njëri që ka një këngë të tillë. Emër, a ka emër ky robi? Okej, Robert Berisha. Robert Berisha. Nuk surprizohem. Të shkruan të vazhdimisht në Instagram? Të bezdisi deri diku? Nuk më bezdis. Mesazhet që shkruan ai mund të shkruajnë edhe 30 veta edhe 50 veta, por që meqense është ky emri publik, është pak më cringe. Si shkonte? Pra, ishte është një djalë Robert Berisha në këtë rast që të bezdiste duke të shkruar, bëj pak. Jo, në fakt është ajo shumë reply, shumë reactions gjatë gjithë kohës, po. Mirë, qartë, interesante. Mendoj që ishte një intervistë shumë e bukur kjo e sotmja dhe me goxha tituj. Kjo është pak për sigurt pas këtij programi do jesh në ballinat kryesore të mediave për 24 orë të vazhdimit dhe jo vetëm. Përpara se të largohemi. Është gjë e pritshme tani dhe përpara se të largohemi, ke një dhuratë nga Shqipe Brand, është një brand, një djalë shqiptar, një histori suksesi, i cili ka ndërtuar një brand shqiptar, edhe pse jeton në Amerikë dhe është fushata jon kuqezi gjatë gjithë muajit nëntor. Mund të vizitosh dhe portalin, website-in shqipe.com, në vend të is keni numrin 1 apo follow në Instagram dhe mund të gjeni produkte palestre, produkte për tishmërie, xhupa të lezetshëm, gjëra sportive përveç kapeleve, kështu që I love it, nga shumë bukur. Kuqen apo portokallin? Janë me ngjyra. Po pra, ke disa. Mirë do bëj kuqezi. Dhe do ta vesh në stadium kur të skoj të shoh kontare. Sara, unë të falenderoj shumë edhe të uroj shumë suksese në të gjitha dimensionet e jetës tënde. Mirë, uroj të jemi shpejt edhe për gjëra të reja dhe për gjëra të bukura. Këtu përfundon edhe ky program për ditën e sotme apo jo? Përfundon. Okej, perfekte fare. Jemi në fiksë minutazhin e dur. Ne do të dëgjohemi nesër. Deri atëherë shkoni blini ndonjë libër ande nga Panairi se është mirë të lexoni. Kjo ishte këshilla ime për ditën e sotme. Dëgjohemi nesër. Deri atëherë, bëfshit qef.